prej simptomave shkaktarëve trajtohen me antibiotik, disa prej gjendjeve jo. Një pyetje që ndoshta e bojnë edhe pacientit nga padituria, sepse aq sa dim edhe mund të pyesim. Një barkëqitje dhe një e vjellur, kur merr edhe antibiotik, ne gjithë e dim që antibiotiku automatikisht e shkakton edhe më shumë barkëqitjen. Si menaxhohet pastaj kjo një barkëqitje ku jepet edhe antibiotik? Në mënyrë përmendshme nuk duhet trajtohet kurrëse, për arsye se nëse është infeksion viral, atëherë antibiotiku vetëm e përkeçson, për arsye se kemi shpjeguar që në zorën tonë ekzistojnë disa baktere të mira, edhe ai i shkatron ato antibiotiku, edhe mas andeja u liron vendin një 2 mikroorganizmave të tjerë që i kemi C. candidës edhe Clostridium difficile. Pastaj një infeksion i thjesht viral që ka mujt me kalu vetëm me rejdrim probiotik edhe langje na ka lënë në një infeksion të rënë